Kryeministri i vendit Edi Rama u është përgjigjur kritikave të protestuesve dhe ambientalistëve që kundërshtojnë projektin e mundshëm të zhvillimit në zonën e Zvërnecit, duke ngritur shqetësime se ndërtimet mund të ndikojnë në largimin e flamingove dhe dëmtimit të biodiversitetit të lagunës së Nartës. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama ka sjellë si shembull lagumën e Ria Formosës në jug të Portugalisë, një zonë e njohur për biodiversitetin e saj të pasur, përfshirë flamingot dhe shpend migrator, si dhe për peizazhin e saj natyror me ishuj ranor dhe duna bregdetare. Sipas kryeministrit, Portugalia ka ndërtuar aty një model të suksesshëm të zhvillimit ekonomik të bazuar në turizmin me vlerë të lartë, duke e kthyer zonën një nga destinacionet më të njohura në Europë. Miliarda euro investime private, mijëra vende pune direkt dhe indirekt, rritje e ndjeshme e vlerës së pronave, të ardhura shumë të larta për çdo turist, një sezon turistik që zgjat gjithë vitit, transformimi i Algarveve në një nga destinacionet më prestigjioze të Europës. Dhe ndërkohë, flamingot janë ende aty, shpend migrator janë ende aty, laguna është ende aty, madje vetë biodiversiteti është bërë pjesë e produktit turistik. Ai thonë se në raste të tilla natyra dhe zhvillimi nuk mund të shihen si të kundërta, por si pjesë të njëjtës model ekonomik ku pasuria krijohet duke e kthyer natyrën në aset zhvillimit dhe jo në pengesë. Pra bodhi kemi paguar haraç budallallokut ton 100 vite. Shqipëria e rilindur turistike do të hyjë së SB në ligën e kampioneve të turizmit botror dhe Europa e bota do të na vlerësojnë përfundimisht si vend i bekuar, jo i mallkuar.